ai flet jo për një komplot, por ai nuk beson kurse se vllai i tij mund të ketë vrarë veten dhe po deklaron në shtypin amerikan edhe në shtypin evropian që gjatë muajit shkurt do të ketë zhvillime të reja lidhur me këtë. Dhe në fakt dyshimet janë sepse edhe kamerat e burgut në momentin që ka ndodhur vetvrasja e pretenduar janë fikur. Ju vetë si e keni perceptuar, si mund të vras veten në një burg të sigurisë së lartë një figurë e tillë që është kaq shumë e survejuar? Po pas kemi parë në gjithë 3 milion domethënë faktet që janë kundër ata që janë me fuqi. Bile ata që kanë lidhje me disa shërbim të huaj, duhet të kenë duhet të ishin disa që ndoshta do donin për zhdukjen e Epsteinit. Kështu që nuk e di çfarë ndodhi, por ka disa konspiracy, domethënë që mendojnë që këtë mund të kishte ndodhur dhe ndoshta ka diçka atje. Nuk e di si të zbulojmë çfarë ndodhi nëse ishte një konspiracy ose ndodhi një